Ne jemi goca, vështën si bomba, shënim kredilën. Kush I gjuk ta portokaj, ore? Që kjo baluke macaron që bie, po... Kam 3 orë që kërkoj robat e mia. Moj se kishe lëm vetë këtu? Fal, që të rishin kërkojnë robat e mia këtu? Pse si ke lënë ti? Ore, kush I bën këto shaka? Kam 3 orë sipër, po rrotullohem kot. Edhe ti mua më vjen fytyra e rauthull. Pse? Nga setting spray, ishte me authull brenda. Ua, po unë që hanga një portokall kokës që me mjes sot. Ua, të mërshme. A janë mirë këta njerëz? Ti I bën këto, maj? O Kristo, se nuk janë gjëra normale. Më falë, duke Sy tjetër e uthull në setting spray tash. Më falë, pse mendon që Edhe bëj ta unë? ka Po jam fiks. Po kjo mi bën kjo, se shive që s'rrat. O Kristo, nuk. O Kristo, do të vrras! Jo pse mendon që I bëj unë? O zot, pse bje me qesë, do e kisha majt loja. O zëra, po portokall! Mi jam bëgjë lënë. Më falë, duke flokët e mia si këto. Tani, una isha autori, do të çoj deri në fund detyrën time. Më mbaj pak herë. Të dua edhe nëse vjen rauthull. Shiko, nuk ka ndonjë problem. U thotë mollës është shumë e mirë për fytyrën, edhe bën kështu peeling, do të Okej. do të ikë lëkura Bën jote për peeling? peeling. Për 3 ditë do kesh Peeling. Është shumë e qartë që njeriu nifet kur ka pushtet dhe kristalli, domethënë ta marr ka gjakun që e ka nuk e di. I shifeni edhe ju se si kam shkalluar gosat këtë javë. Nuk është fare për qeshur, po Kacabujt. shifeni. Jam autorja! Supozo që të bëhe emisioni sot. Jo. O sa përfundimisht kjo nuk e hap telefonin, të shera 5 që I bie. Nuk është normale. O zemra, vjeri dhe herë, se ne po presim tash për xhirim. Po sikur ta anullojmë, ç'do bëj? Oj, po tani do bëte gocin thot anullojmë xhirimin, a e normal? Po s'u them, po Krisa nuk po gjendet, 5 herë po I bi telefonit, ne duhet ikim xhirim, duhet jemi në set xhirimi për momentin. Tash nuk e di se si do ja bëjmë ti muhabeti. Jo, asu nuk e di, po nuk është normale, se s'mund vazhdojmë kështu. Një gjë dihet, xhirimi nuk do ta anuloj. Tash shikot me thanë, Dalina ishte të e mbyll emisionin radhën e kaluar. Po pra, dhe ajo është autorja këtë emision. Po zemra, nuk e anullojmë dot. Po nuk ka shanse, po do të vi patjetër. Ne sim çfarë do xhirojmë një herë, se s'kemi marr Po hop pra, Kristo, indicje. A e shifti që nuk jam unë problemi këtë emisioni? A e shifti që nuk jam unë problemi? Kristalli duhet jetë patjetër këtu. O zemra, e kuptoni që pa Kristal nuk bëhet, kjo mund ta anullohet xhirimi? Mund të rrezikojmë që të mbyllet prapë? E hëngëm një herë, tash duhet më e hëngër edhe një herë tjetër. Të bërtiturat, gjithë panikun e mundshëm. Di s'kam fjalë. Çfarë do bëjmë? Do e provosh herë ti fatin se ndoshta panikoset pak për ty. Po pa emrin Kesiana. Po se ngjoj me muzë, ngjoj me as me atë. Po e Çfarë hap. ka? Po ja po e hapi ta provojmë. Diun? Hape, Kristela, hape. Alo. Ku je o Kristal? E shem që me mu e hap direkt me zilën e parë ku je Kristela Carriku. Kristela, ku je se na ke lënë Tu prit, si mumje. Këm. Si mamuthe jemi. Për çfarë po flasin, nuk jam ndjeni. Çfarë thot kjo, më është mirë kjo, më. Ai e mirë, më. Kemi xhirim o Kristal, ja autorja programi, duhet I dalësh për zot. Kush jeni? Nga njerëz të humbur të kontaktojmë. Na ka humbur një lop. Më falni, keni rënë gabim, mirëpafshim.
O Kristal, Që thot kjo, moj? Është mirë kjo, moj. E mbylli, moj! më ke iden, ça duhet bëjmë tash? Do lajtis me këtë emision, nuk e di me këtë emision, nuk e di. Moj, është mirë kjo. Moj, wow. O, zoti ma, qa dreshin po bën, o Kristal. Ti themi Dalinës, nuk na njeh valla. Çadalina do t'i themi se ta lëm pa punë pasaj të katërt, lasë nuk. Po jo, moj, le mos vi. Tani ç'ti bëjmë? Ose më është qirim që ajo duhet të jetë. Po tallet, se s'mund të robi kushjeri dhe ç'a doni dhe. Po ç'do unë bëjmë? më bie më kisa Ne ota. tash Shiko se duhet ta keti problem, ha? Duhet ta keti problem se Problem këtu, problem duhet ta keti, nuk ka mundësi të jetë kaq shablon. O, zoti mas. O, zot sa më dhëm koka. O, zot. Po kjo është shumë pa përgjithshmëri. O, zemra, ne tash pa Kristallin nuk e bëjmë dot. Se është literalisht donte me qenë autore vetë e këtij episodi. Varet çka ka ndodhur ti se mos ndoshta e ka zënë. Mama, no ma çaj ka ndodhur, se kemi një vit e gjysmë që punojmë çaj ka ndodhur. Do ke një gjë, se besoj se është kaq pa përgjithshmëri nga ana e saj. Është thjesht duke u tallur, e pe çfarë than telefon. Po pse duhet tallet me ne? Po ta kush është, kush jeni ta? Sepse është autorja dhe demek shiko ç'a po ju kush Në jam dëm të unë. vetes se sa e ka, se kanë dëm ton. Markisian. Po merr Kristalli. Ha, mo ju bëj gjallë. Alo? Mirë se erdhet në misionin tuaj të ri. Ç'a thua mo? Ço po thua? Misioni juaj për këtë episod është të më shpëtoni mua. Nga kush, moj? Jam Kristal dhe jam rëndyer për momentin. Jam diku larg jashtë Tirane, në një fshat të Tiranës, ku dikur ka ndodhur një ngjarje e rëndësishme. O Kristal, a ke seriozisht? Më gjeni. E ka rrëmby A budallaq. ke seriozisht? A je mirë, moj? A është mirë ai? Ose më e ka rrëmby budallaq. S'na tha ishte i E mirë. ka rëmbyer thot. Oh, Peroni. Ose nuk ka rëmbyer njëri Kristallin, se nuk do ishte aq i qetë. Ma fal, Kristalli është një dhe ne jemi tre dhe ajo po tallet me ne. Mo jo, prit. Po ta në emisionin nëse po tallet. Prit më Ka shans. Gjoni. E marrim hipotetikisht e zëm se e kanë rëmbyer vërtet. Gjithsesi, edhe ta ke rëmbyer edhe mos ta ke rëmbyer, nuk do ishte fajin që ti kitim ta bënim këtë side quest-e? Klea, nuk është rasti që ti do të njohësh ai Mo, duke jo, është mendoj. dukur apo jo. Mos e ka Moj, rrëmby hajde me se- vërtet. O goca mos e ka rrëmby me vërtet. Ama, no e ma çka ka rëmbyer, ke seriozisht? Edhe po se ka rëmbyer me vërtet, Unë kam shumë qejf se zbuloj, jam shumë kurioze e madhe. Dua Unë nuk kam nerva të zbuloj, të merrem me Hajde, këtë moj. situatë. Hajde, çfarë? Hajde se kena gjë të mirë. Do shkoj tani se shko, dua ta A kena gjë të mirë me bola? Në fakt kemi xhirim. Po pra. Ne do shkojmë xhirim atë. E përdorim këtë për xhirim. Unë dje kisha ditëlirjen e shoqes këtu. Pim, e gëzim dhe nuk do li shumë mirë. Kështu që kjo ishte thjesht mënyra ime për të kamufluar dhe për të torturuar çik gocat. Shi, goci ka nevojë për pak adrenalinë. Që shon dhe aja. Tani ajo sa që ka ndodhur një ngjarje e madhe historike. Kemi Petrelën, Prezën, Pezën. Petrela me Prezën kanë kala. Kjo s'ke bën bathore ose baldush. Po se janë afër Tiranës, pra Batoria është në Tibër, apo është Bulqiza? Nëse këto janë afër Tiranës. Tek në Prez është bërë konferenca në 16 shtator e është bërë një konferencë kundër fashizmit. Po pse nuk janë bërë konferenca në zallë herë? Kjo e fashizmit ka ndodhur në Prez. Po flasim, për çfarë po flasim për historinë? Po flasim për Kristalli që gjejmë, ku Kristalli është tha, fut? ka ndodhur një ngjarje Vazhdoni të historike. mendoni të besoni që Kristalli është futur diku dhe kanë rëmbyer mbi një kala.
Po, pra, po tani na duhet një hint, çfarë do bëjmë? Ta marrim një kristallin telefon. Ne marrim telefon, hajde. Po ja sikur të jetë vërtet, që ajo të ketë humbur vërtet në një vend. Sa do të bëj një dush, do të bëhem gati, se jam bërë si e gjetur në rrugë. Ma e këtu sa një bëri. Ha, çfarë do të thosh? Hape, Kristela, hape. A, mama! Alo? Po, çfarë po ndodh eksaktësisht? Ku je? Nuk dua të flas me ty Kristana sepse më bllokon energji. Nuk Kristela! do të bëj muhabet me ty. Kristela, më dëgjoj mua, ta bllokoj energjinë. Ha, Klea. Na duhet një hint. Deri tani jemi në petrel, në prezë dhe në pezë. Kemi ndonjë pyetje se në çfarë shekulli mund të jetë? Ndonjë dyshim? Po, na thuajnë çfarë shekulli është. Në shekullin e 20. Okej, faleminderit. Përpafshim. Në shekullin 20. Në shekullin 20. Tani cila preza, peza apo petrela? Tani konferenca kundër fashizmit është bërë 1942. 42? Okej. 1942, të tjerat janë para shekullit 20 se janë kala shumë vjetra. Kështu që Do ikim 5? Do ikni. do ikë. Nuk do vish? Absolutisht. Ore, hajde tash se punë e madhe u goc bëjmë një side quest. Çka kemi tjetër për të bërë më mirë? Po më pëlqen kjo sfida, nuk e di pse nuk do të vish. Qa sfide, moj, ku do ikim, për qa po flasim? Do Do ikim ikim ku? të Çekim gjejmë në pezë. Po, gjejmë kristallin sipas hints që po na jep ajo. Më fal, do shkojmë në fund të botës, të gjejmë kristallin, se do kristalli që të na çojnë ne në pezë? Në pezë. Në pezë. Po pse çka ka? Nuk është fundi i botës, është thjesht pezë. Ja. Ore, do plotoni tekat e kristallit, se do kristalli të ikë në pezë? Po për çef me. Po shpirt, mos është tek e kristallit, është emisioni, qëllimi për emisioni, nuk po shkojmë për kristallin, po shkojmë për emision. Ore, ma pse shkon për herë pas qefëve të tjerëve, për shembull? Unë s'po shkoj pas shefit kristallit, po shkoj pas shefit tim. Unë do me bëj emisionin. Se çfarë bën kristalli është puna e Kristalli po të ishte kristallit. përgjithshme për emisionin, ishte këtu. Do vish Kristian? Nuk vi, bëni çfarë doni. Mos thuj nuk vi, pastaj të Pafshi, po e këtë bëj video la vile. Moj hajde se do Se zishte ka kjo? O Kristian! Ciao. Lea, do vish ti me mua. Po me shpirt. Dita që do themi jo për side quest më vrit. Se më nuk e kuptoj pse duhet të reagoj kështu kur ne po shkojmë për emision e Goats. Po dhe ajo tjetra më ka rrëmbyer. Po tashi Se nga një anë mirë thot se nuk do ikim pas nuk po avazit. mbaj anën e kristallit, unë po mbaj anën e emisionit. Më pëlqen shumë se ndihem shumë e përfshirë me thënë drejtën dhe më duket shumë fan. Tashi ç'a të bëjmë? Si thua ti? Jam shumë e sigurt. Presim mirë. Ç'të presim? Presim për një shenjë nga universi të gjejmë kristallin. O, zot na çmenët me këtë telefonata. Ha, Klea, ku ndodheni? Po vin drejt pezës. Që të më gjeni mua në pezë, duhet të gjeni bufin që ju bë havale kapedanit. Bufin? Qa bufi mi? Qa bufi thume? S'ka buf tani është ditë. Qa bufi thot? O zemra që më pëlqen shumë kjo loja, po me vërtet mendon që po e ham neve që të kanë rëmbyer? Pris sekond. O Kristel, të bëj një Rëndësie ka. Kristel, të bëj një pyetje, po më përgjigj sinqerisht, mos më gënje. Bëje. A je mirë apo nuk je mirë? Përgjigju. Unë jam shumë mirë, ju më duhet të gjeni. Ky bufi. A është nga ndaj filma, nga ndaj reality show, nga ndaj seriale, na jep ndaj hint, bufi pezës thosh. Pra, na jep Filmoj! Okej. film. Që ka film. Mirë, okej, se po nis. E mbyllë. O zemra, ku ta gjejmë ne bufin që ju bë havale kapedanit? Të kërkojmë bufin tani, të kërkojmë bufin. Bufi! Bufi. Where are you, Bufi? Are you a crazy man? Bufi! Mos jeti Bufi? Po zin ku që gjejmë të bufin tani që ju ka bë havale kapedani. Okay. Yeah. Hey. Are you here? La kurici natës. Ta kurici krejt natës e ndoj këtë lojën. Gjenerat. Të gjejmë të bufin, të gjejmë të Kristës të regon. Sa se të rashë të argofi. Ati? I bufi. Bufi, që ju ka bë havale kapedan. Jeni që këta gjithë? Ku që ju ka bo havale kapedan? Sa i bufi. Kujdes që ku që ishte një makina ma gjenjë. Ku është bufi?
Të Gjabesha? Gjabegjo. Ku është shtëpia e Gjabeshës? Kafe mund. Në Barash. Në vërtet? Se aty është mufi. Po, aty në Barash. Kalja e Barash. Mufi është po kur kanë për Gjabej. Po. Kalja e Barash. Na qerasni. Na qerasni. 5 km me bu? Me Gjithë informacion. 5 kilometra. 5 kilometra për gjem. 5 kilometra deri te bu. Po Gjabesha është gjë? Po pra po gjim, i bëjmë zo kalja. Gjabegjo po çuni Gjabegjo. Okej. O teta! Si kalova? Ej! Si e? Shtëpia e Gjabeshës ku është? Shtëpia e Gjabeshës ku është? Si e? Po patjetër. Shtëpia e Gjabeshës. Kaloshi deri. Po. Shumë faleminderit. Gjithë mirat. Kjo duhet tjetë shive kështjel, Gjabesha, Pez. Po kjo s'ka tjetër, bëm të 20 minuta rrugë. Për zotë, gjysa. Edhe që me zore gjetëm. Do ulemi? Ulemi zemër. O gotë, këtu duhet se s'ka mundësi ku tjetër. Po mirë, ardhëm deri në Pez. Po pak më... Na dali Krisëllë. Si e? Si e një mirë? Unë doja... Qa është ajo? Mos janë lek, moj. Mos në galon Kristallë. Lek? Jo, është një letër, për ta hesh. Erdhët në habitatin e një mbretëreshe, kështjell gjigante. Ndaj që të takoni mbretëreshën, duhet i bëni gati vendin e takimit. Sfida parë, keni 5 minuta kohë të shtroni krevatet e hotelit. Po kena thirrje për punëtore e hotelit? Çfarë jemi ne? S'po kuptoj, vlla, ç'a ndodhi? Ne erdhëm me gjithë Krisën me vazhdo mision negocit. Si të shtrojmë ne tani krevatet? Ajo Kesiana nga një anë mirë bëri që se erdhim. Me gjithë respektin që kam për Gocin dhe Dalinën, unë tash do shtroj... Asu nuk e kam në mend. Po mbretëresha kush është të ras, se jam pak e trash në të momente. Kristalli pra. O, mraf, pika mua! E sa do të bëjmë, tash do shtrojmë krevatet. Hajde zemra ime se gallatësh punë e madhe, e morëm përsi për erdhëm që erdhëm fare. Për pak në Gocin më ka mësuar të përoj çdo gjë në jetë. Po, jeta. Mësoj dhe të shtroj krevatet, o ti? Po, pa puna. E provojmë. Kam timerin në dorë, ke 5 minuta kohë për të rregulluar krevatin. Vetëm 5 minuta? Vetëm 5 minuta. Okej, nisim, unë nuk jam shumë e mirë me punë të shtëpisë. 5 minuta kohë ke. Okej. E kujt ishte ideja që të hishnim këto? Ja, për shumë, këto mi kam mësuar mami. Unë nuk është jam shumë e shkatët vetë, por... Di që çarçafët duhet futur poshtë dyshekut. 5 minuta kur e mendon. Janë shumë minuta. Të bëj këto në fund. Shiko, gjithmonë, te jastikët futën të fundit. Në fillim bëhet çarçafi, pastaj jastikët. Po. Sepse i jep bukuri krevatit, nuk i jep për një mbretëresh. Më jema. Qysh jam dole shkumave? Po pse nuk është king size kjo? Pas ke qef, me fjetë gjumë. Ke edhe 2 minuta kohë, edhe mbarove. Sa? Edhe 2 minuta. Nuk është e bëra shumë mirë. Shpresoj që ta ke nderuar maman time, birën time të ardhme dhe burrin tim. Okej? Është okej? Shumë mirë. Sfida pa mbaroi dhe me qenë se krevati jot ishte mirë në rregull, ti fiton për sot. Klea. O zemra unë bëra babagjysh. Shife me plagët e luftës. Po çfarë lidhje ka babagjyshi? Si shë aty ti, ja e pa, kjo ishte aty.
rrëzuk edhe gjaku. Qa thua, vërtet? E po e meriton Klea, pra. Tani bëhemi gati për sfidën e radhës. Qa që ka kjo? Zarfi dytë. Pasi u përgatitet për të rregulluar krevatët siç e meritojnë mbretëreshat, duhet të kujdeseni për hidratimin e shërbëtorëve. Sfida dytë, kush mban më shumë gota në tabaka pa thyer gjë. Do t'i thyej të gjitha, e sigurt. Vazhdojmë. Do t'ja thyej unë asaj kokës, sapo ta gjej. Kokës. Ha, moj Kristela, moj. Mbretëresha do të haj, por nuk ulet me popullin. Vdeksha sot. Më sillni në dhomë pjatën më mbretërore dhe më të bukur. Po patjetër më shpirt, patjetër më zemër, moj Kristela, ku do që t'jesh? Patjetër më jeta ime dhe shpirtin do të ta japim. T'ja fut të gotën kokë. Ema, kemi sfidën tjetër, motër. Unë kam këtu një thesar, të çmuar. Më fol pak për thesarin tënd. Kam këtu një kuror, dhe këtu një kuror, që bëjnë dy kurora, një për mbretëreshën dhe një për mbretin. Këtu ke portokaj, sepse portokaj duhet jenë me feta të mëdhaja që ta shijoj lëngun. Këtu më poshtë janë disa feta më të vogla që mbas fetave të mëdhaja të ushqet me feta të vogla. Një moll sot mban doktorin larg nesër, sepse mbretëresha nuk duhet të smuret, sepse mbretëresha duhet të pushtoj qytetin. Absolutisht është Batmani ai që pushton qytetin e para. E dyta, aty janë dy kurora, një për mbretëresh, një për një mbret, pa ajo nuk ka mbret, është vetëm. Dhe gjej mbretin. E dyta, pjata ime është simetrike. Simetria simbolizon perfeksion, zemër. Shikon kam lyp me ngjyrat, këtu kam këto mandarinat që janë si bebe të vogla. Po ti e ke posi çorp me. Jo, ti e ke posi çorp. Shipe, është kush është portokalli nga. Zemra shipe, portokajt e mi janë me ngjyra, çfarë kanë të veçantë portokajt e tu? Shef të kushte. Çka ka portokalli më shumë se portokallim? Portokalli është shumë ngjyrësh. Ka diversitet. O zemra, jo! E ime përfaqëson një pjata ime. Jo, ta ime. Jo, edhe po, si duhet të kurora. Jo, se portokalli nuk është portokalli, është me mandarin. Portokalli është. Ua, ti shikoj si e ke heq në atë fletët. Jo, pra, po shikoj këtu ka ngjyra. Po çfarë lidhje ka me ngjyra? Këtu ka ngjyra. Sepse ngjyrat e tua nuk i përkojnë ngjyrës time, çfarë lidhje ka? E po çfarë po mirë do e gjej. Ua,
ti këtu? Mos u zini. Ja të shojnë këto të dyja mbretreshës. Qef të fish me jeta i nga mirë, e coja. Ne i bëm gati. Ua, sa mirë bëri, për zotin të pam haj, po vdisja. Lëri këtu. Porosia jote gati. Ua, për zotin. Hajde ti po duash. Kam një porosi tjetër për ty. Ma shrute kote! Që po jeshti ta pjete dhe i këtu më shteka të këtu atë nga Ma ti ma shrute! Ma shrute! Dyrë! Një shkuta! Të dola dhe pak pucë. Ja, ishe gjurore, më prapo, se unë kisha për edhe fikse gjyra, në shërje. Po shak të kishte. Po si që të kishte? Po shka më kame. O do sa prisni! Qa po ndom? Se ko praponi! Se ko! O zemra të do rësht. Hajde kapi, moj! E kapëm! Kapeni! Ti shasole deri këtu! Ti që i mundove gocat kaj shumë! Ju thash që ka për kohë! Të besuam ju thash që ka për kohë! Mu i keni seriozit do Mos beso se bje në grofët! Ma jepni pak anën tjetër të litarit të zemra ime, shpirti im. O, si mas të grasi litarit të vitit. Thoj më falë 3 herë për të treja! Thoj më falë 3 herë! Ke marrë krau! Ke marrë krau! Një sekund, turi! Mos të vinë! Je e dënuar! Thoj më falë, nuk e bëj ma! Ju dua shumë, thuaje! Thuaje! Më falë. Jo, më falë, të një fjali të tërë. Më falë ta mamë. Më falë za mama. Mojti. Nuk e më për të Okej, thoj, nuk do e bëj ma! thjesht. Sepse ju dua. Hajde këtu. Okej, hajde t'ju përshafojnë në formë. Jo, zemër, do të është falë ose do të flëm këtu gjithë natën. Fal, goca, ju dua shumë bëra një gabime ju sepse nuk e dhënë orar. He, më falni, doja t'ju të argëtoja. Hajde! A zëm përshafoni. Aty të rish, jo vetëm, aty të rish vetëm. Fal, ti Aty të rish vetëm. Aty të rish vetëm në të ftohtë. Shfrytzuese. Mashtruese! Qa ju bëj, sa dua më shumë ditë nga këta. Edhe unë dua një ditë dedikuar E ka kënaqur Egon moj ti. Po! Dish farë, sa lumtur është. Dhe i thot kjo tua shoqe, që si trajton shoqe. O zemra nuk është normal. Pse s'është normal? Au knaqe, au knaqe. Au knaqe. Me thënë drejtën, nuk u kënaqem ai shumë. Knaqe ti. Na kishte çu për shembull të hanim ndaj drek ndaj dark. Po, ose me pushime andi nga bret vet. Na merr me vete. Si ta marr me vete? Kjo është shoqja pra, ti të brava. A mund ta kem pak kamerën për vete një herë se dua një moment kështu. Vazhdo Po mi shpirt po. Me qënë se unë isha autore dhe gëzoj të gjitha privilegjet si një e tillë. Ua, mikën ca. Jo, se ke. Ua. I ku njëra. Dua të falenderoj pak të gjitha gocat e mia kristalatore. Crystal Forever, Crystal Glow, Crystal Vibe, Crystal Here, Crystal Candy, Crystal Diva, Crystal Day, oh, Crystal Daily, Crystal Girl, Crystal Forever, Emas Girl, Ema Class, Ema Vibe, Emas Post, Ema Fav, Ema Fan 23, Emas Bebe, Emas Baby 06, Emas Angel Here for Ema Star, Ema... Se kisjanatorët e mi duan momentin e tyre normalisht. Icon Keisiana, It's Keisiana, Keisiana Daily, Keisiana Aldi, Keisiana Forever, Keisiana Aura, Keisiana Deluxe, Keisiana Clips, Keisiana Zoidi, Keisiana Tor, Keisiana Zbig. Ndalo, Kleas Dreams, Kleas Infinity, Klea Balia Fan. O, gota falë, që po bëni? Sa më prishe ditë, më
Më prishët ditën. Si më prishën ditën? Jo, një sekond ti. Kjo ishte dita ime. Një sekond, po them që nëse do i thoje vetëm ti për fansat dhe në tjerë do mërziteshin gocat e tjera. Pastaj Kriseli ju përshëndet. Ti do kesh një ditë tjetër të Nëse s'veni kur autore. Po mund të bëhet. O Krista, mund ta bëjmë lumtur anas fritzove. Ju jeni naçie. Ju jeni naçie. Po ma prishët momentin. As nuk i lexova do gjitha gocat. Po lexoj. Si mi hedhin fansat. Edhe prap, dhe pse ju ma prishët momentin tim në ditën time, unë prap, te ke provova dhe unë, u tregova e mirë. Dhe u qërasa me një maça që ju s'meritoni as me një buk that, që u qëras. Shif. Bukën e thatë e duam, edhe me djath. Ema, Po Kisjana. sa herë ti këtu në vilë, sa shumë herë këtu në vilë, ke qenë shumë e stresuar, e ngarkuar, nuk e pasur motivim dhe ke dashur patjetër diçka që të rikthejë energjinë. Shumë herë, po ti siç e di dhe ti dhe të gjithë publiku, unë jam energjia vet dhe nuk mjafton asgjë për mua sepse unë kam pozitivitetin në shpirt, por ndodh ndonjëherë që ndodh. Se halli jemi. Dhe ne jemi frymëzuar drejt për drejt nga Azia dhe kemi sjell atë që murgjit kanë përdorur për të kthyer relaksin, motivimin dhe energjinë. Sot do provojmë matchat. Do thoni ju çfarë? Ladies and gentlemen, unë me thënë drejtë jam përdoruese e rregullt e kafes, do me thënë një herë, 2 herë në ditë duhet të pi patjetër kafe që të kem energji dhe të flas shumë, se këtu në vit duhet të veprosh dhe të flasësh shumë. Po tani kam filluar pi edhe matcha ndonjëherë. Unë nuk e pi kafe sepse dridhem si shtu tensioni, por pi matchën që ta zëvendësoj dhe më ka bërë shumë mirë për zotin. Ne i kemi marrë këto të katërta nga vendet më të famshme ku blihen matchat. Këtu në Tiranë. E vërtet. E para është tek Komuna e Parisit. Komuna e Parisit. E dyta është tek duket drejtoria e policisë, po. E treta është Sheshi Wilson dhe e katërta tek Diga te liçeni. Ka 2 lloje, culinary grade dhe ceremonial grade. Culinary grade përdoret më shumë në kuzhinë, pra që janë këto recetat ushqimore, ndërsa ceremonial grade është kjo që ju kemi serviruar ne në formë plumëri. Dhe që pihet. Është më praktike, në fakt se gjithë influencerat i ke parë ato në TikTok, I wanna go to gym with my matcha, Dhe ka një gjë që e dallon matchan e mirë me aq informacione sa di unë, është shija që nuk duhet të jetë shumë e ëmbël, po as shumë e hidhur, dhe gjithashtu ngjyra, duket një matcha e mirë që nga ngjyra që ka. Duhet të jetë pak e errët. Provojmë një herë këtë të komunës? Okej. Është shumë e holl, është pluhuri i shpërbër, pra nuk është me kokriza, dhe kjo është gjë e mirë. Është e mirë. Po, është e mirë. Ngjyra nuk është as shumë e hapur, as shumë e errët, është diçku mikse. Provoj? Kjo është vendi që unë marr më shpesh matcha dhe njoha direkt se e kuptova shijen. Po, mua më pëlqen shumë kjo, nuk e di. Ka një shije shumë identifikuese të matchës. Ta pi pak? Shumë e mirë. Më pëlqen për zotin. Jo, kjo që ka shumë e mirë. Realisht. Pluri është shumë i imët si shta dhe Ema dhe nuk le shihet e hidhur në gojë, pra nuk ke nevojë fare që t'i shtosh sheqer dhe për mua kjo është fix që mund ta asocioj me kafe. Unë nga nota 1 deri në 10 do t'i jap notën 9. 9. Po. Nuk e dash 10, po jap 9 që mos ti rritet. Po unë si një besnike shumë e madhe e kafes do t'i jap notën 8. Super. Ja maksimumin tim. Me zë po pres Vazhdoj me tjetrën. Këtë tjetrën ku e kemi marrë te drejtoria e policisë. Po. Tani kemi dëgjuar që kjo është një nga më të preferuarat në Tiranë dhe një nga më të shiturat. Nuk e di se vërtet është do ta provojmë, unë këtu nuk kam provuar ndonjëherë, po shohim. Është pak më shumë e hidhur. Ka dhe pak shi agresive. Është pak si shumë e hidhur. Edhe është të lë shije kështu si
si bar, e ka shijen e gjelbërt më të seksuar se ç'duhet. Pak si e hidhur. Por ama dua të seksoj që ndryshe nga ajo tjetra, kjo ka ngjyrë më të seksuar, pra ka të përbërjen, më të trash. Ka Për ta përbëj pak për blurin. Nuk ka kokriza. Jo, nuk ka. Është shumë e njëtrajtshme. Po. Unë mendoj të jap notën 7. Ti? 7. Okej. Pa bërë më mirë. Kjo ka rënë fare në poshtë. Se marrë vesh, kjo është... Ka rënë komplet Këto poshtë. e kej marrë të Sheshi Wilson. Asë nuk kam provuar edhe nuk është se kam gjuar në një review shumë të mirë, po a shofi. Diçka tjetër nuk ishte aku kjo. Dje shumë shi e qumshti. Realisht. Prit. Ndje dhe maqa, po ndje shumë shi e qumshti. Dhe shifi kokrizat që duken, nuk e dija duken nga kamera. Në shije po ta vësh, domethënë ta vësh re, nuk e dija e vure në nuhatje. Ka dhe një aromë, përveç aromës ka dhe pak kokriza të vogla. Ja, duken këtu që... Po. Ka kokriza. Domethënë ndryshe nga ato tjera që ishin të njëtrajtshme. Unë do t'jap notën 5. 2. Okej. U bëra e mirë, se thash me që Okej, tani kjo, këtë e kej marrë të diga. Nga ngjyra duket premtuese, po të shohim. ka ngjyrën më të errët fakt nga gjitha këto. Mos të gënjehemi nga kopertina, e shohim deri në fund. Mos e gjykoni librin nga kopertina. Mos e gjykoni librin nga kopertina. Ndoshta ka përmbajtje. Është shumë ëmbël. Provoj pak. Është shumë ëmbël. Duhet të pi çaj e shi. Shumë e ëmbël. Më duket sikur po pi Fjallë vërtet. sikur po pi limonat. No, është fikse ku po pi çaj e shi që gjetë sheqer. No. Do t'jap një notë 3, sepse nuk ka fare lidhje me maçën. 3, 2. Pra, këto ishin më të mirat, ë? Po, unë mendoj se kjo mban vendin e parë për shije shumë të mirë, biles këtë dua ta marr unë. A jam e lumtur me maçan time. Okej, unë po marr këta. Ishin pothuajse njësoj. Dhe do ikim në pilates ose në palestër pas maçës dhe pas punës. Goca, dua që them diçka. Nuk ka nevojë të thuash më asgjë për sot. Të lutem një shans të fundit për të thënë diçka. Okej, thuaja. Tani unë dua t'ju kërkoj shumë falje nëse ju realisht nuk e keni shijuar këtë xhirim. Qëllimi im vetëm ishte t'ju argëtoja sadopak, por unë nuk e shijova fare. Pse se Dhe kuptova, nuk dua t'jem autore. Nuk më pëlqen. Domethënë, dua t'jem një star, një mega star, siç kam qenë nga fillimi deri tani, nuk dua të merrem më fare me ide, me të bëhet kush të doj. Unë heq dorë. As me thënë drejtën, Bëhet e doj, ema. nuk mendoj që duam të jetë për Kristall autore. Unë nuk dua të jem sepse s'kam nevojë dhe nuk dua të kem përgjegjësi mbi të tjerët. Unë jam Georgina Rodriguez, më falni, po nuk punoj. Unë jam star vet. A bim dakord të gjitha që duam Elisën? Po, do ta themi këtë fjali. Duam. E dum. Çojmë ta kërkojmë ti themi që kam back. Duam Elisën. Duam Elisën. Ikim ta kërkojmë Elisën? Pa. Hajdeni. Prisni pak se jam Se tani nuk po na shef njëri. Ore ke senatorët e mi, e patë se qa bëri Kristall Cerriku, na ka strapacuar rrugëve një ditë të gjithë, kishte pushtetin në dorë të na shtypi me këmbë. Por, unë kam një plan akoma më të mirë, që do ta sjell Kristall me këmbë në tokë. Shifeni se çfarë do i bëj Kristall Cerrikut episodin tjetër. Ándale,